Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Mirësia një gruaje me një qen. Në kohën e Resulullahit ton Muhammed alayhi salatu wasalam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, jetonte një grua mëkatare e njohur për sjelljet e saj të këqija. Një ditë të nxehtë vere, ajo po ecte e lodhur nëpër shkret e tir. Kur pa një qen që mezi po merrte frym nga etja, gruaja ndaloi dhe e pa atë me dëmshuri. Ajo e kuptoi se edhe një krijesë e vogël ka nevojë për ndihmë dhe mëshirë. Pasi pa një pus aty pranë, vendosi të zbresë dhe të nxjerrë ujë për qenin. Nuk kishte asnjë enë, kështu që hoqi këpucën e saj prej lëkure dhe e përdori për të marrë ujë. Me shumë mundim, ajo ia dha ujë qenit, i cili piu me kënaqësi dhe u gjallërua. Për këtë akt të thjesht, Allahu e fali gruan nga mëkatet e saj dhe ja hapi derën e xhenetit. Pejgamberi alayhis salam tregoi këtë histori për të na mësuar se edhe një gjest i vogël mund të ketë shpërblim të madh dhe se Allahu i do ata që tregojnë mëshirë për çdo krijesë. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Vërtet Allahu fal shumë. Inna Allaha Rahman Rahim. Me të vërtetë Allahu është mëshirues, mëshirbërës. Andaj, shumoni këto sjellje të mira. Kujdesuni për kafshët, kujdesuni për krijesat dhe gjallësat e ndryshme, sepse mund të fitoni xhenetin, por mund të fitoni të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Bëhuni të dashur, bëhuni bamirës, bëhuni human, bëhuni të afrueshëm dhe do hapet çdo derë dhe çdo portë e mirësisë.